Në prokuroritë e rrethave janë regjistruar 107 kallëzime që lidhen me veprën penale si korrupsion, shpërdorimi i detyrës dhe krime kundër funksionimit të drejtësisë dhe administratës publike në kuadër të zgjedhjeve parlamentare. Prej tyre, 7 thuhet se janë arrestuar në flagrancë. Nga shifrat e përditësuar të prokurisë së përgjithshme rezulton se nga policia gjyqësore janë depozituar 64 raste. 17 ka referuar SPAK që nuk kanë qenë në kompetencë të saj, 9 subjekte politike, 11 raste janë nisur kryesisht, ndërsa 6 raste të tjera nga shtetas të ndryshëm. Prokuria e Tiranës ka regjistruar plot 33 kallëzime dhe po hetojnë persona që kanë dyshime se kanë kryer krime zgjedhore. Po ashtu prokuria e Dibrës ka regjistruar në regjistrin e saj 17 raste, më pas Elbasani me 12 kallëzime të regjistruara, në Fier vetëm 10 të tilla, për të vijuar më pas Melezhën me 8 kallëzime dhe një numër më të ulët kanë prokuria e Beratit dhe Vlorës, por pavarësisht numrit të lartë nga 107 kallëzime të mbërritura në total, vetëm 47 prej tyre kanë nisur me procedime pasi janë krijuar dyshime mbi veprat penale. Ndërkohë prokuria si Durrësi, Lezhë, Dibra, Fieri dhe Shkodra kanë dërguar në SPAK nga një referim. Kjo pasi nga këshyerja e rasteve ka rezultuar se personat e kallëzuar janë subjekte të posaçme për të cilët në kompetencë hetimi e ka prokuria speciale. Nga kallëzimet regjistruara është vendosur mosfillim për 16 prej tyre, 8 nga prokuria e Tiranës, 2 nga prokuria e Kukësit, 3 nga prokuria e Dibrës, një rast në Sarand, Fier dhe Elbasan, ndërsa në Dibrë është kërkuar dërgimi në gjyq të një personi pa mas sigurie, i cili ka konsumuar 2 vepra penale që lidhen me krime zgjedhore.